Mirë, edhe pse është herë mëngjes, do flasim për jetën e natës. Ne dim që Shqipëria ka shumë muzikë, ka shumë të rinj, ka shumë klabe, por nga ana tjetër ka dhe kufizime në orare. Ndryshe nga disa vende evropiane që për së vërtetës njihen për jetën e natës, referuar këtu Hollandës, Greqisë, Spanjës, Maltës, në vendin tonë ekziston një ligj që kur shkon ora 00:00, muzika të mbyllet, të ndalohet në ambientet e hapura. Por për diskutuar pasojat e kësaj, këti kufizimi që praktikisht kushtozon pak jetën e natës, por mbi të gjitha çfarë ndodh natën vonë, kur ca flen e ca festojnë, jemi në studio me shumë çuna, me thënë të drejtë. DJ Ono, DJ Elio, DJ Lindi dhe DJ Sirius. Mirëmëngjes, mirë se vini. Mirë se erdhët në një orar të pazakonshëm. Ne kemi bërë krim me ju, më duhet sot. Domethënë, fakti që kemi zgjuar herë, imagjino sa të mërshme, është jeni ju me zimet. Atëherë, domethënë, të ishte ditë fundjave, domethënë ne do vishim me gotë alkooli në dorë. Po, vini deri tek dera me gotë alkooli. Po që për neve domethënë zakonisht unë merrem dhe me punë tjera dhe zgjon paka shumë herë, domethënë, po që prap është pak vështirë. Nuk është zimi punë për ju herët. Jo. Çfarë ore zgjohesh zakonisht? Kap dreka. Kap dreka. Dhe sa unë zgjohem herët si Elio dhe unë, se jam në një punë tjetër para dite, kështu që e kam pak më të lehtë, kështu si të them, në mëngjes. Gjithmonë ora 12:01, ndonjëherë edhe 4-5 masdite, kur vjen dimri, që nuk ka dritë. Nuk ka dritë. Shikës me të drejtën dhe unë si ti do zgjohesh anë 4-5, po që bëhem emision mëngjesi edhe sërsa e kam shumë në dorë. Mirë, tani si bisedojmë nga ky kurzimi që për së vërtetës ka disa vite që e kurzon pak jetën e natës, orari që muzika të ndalohet në ambientet e hapura në mesnatë. Sa po shënon mesnata, ju me njëherë e stoponi, ndalni punën tuaj. E ka kurzuar, ka penalizuar jetën e natës në Shqipëri, kudo? Çfarë mund të themi? Apo deri në 12 është mjaftueshëm që njerëzit festojnë? Tani në këto ditë ka klabe goxha, domethënë që vazhdojnë edhe mbas orës 12. Kështu që nuk është se stopon. Por janë ambiente të mbyllura, apo jo? Po, normalisht. Flasim për ambiente të hapura tani që është verë, njerëzit preferojnë të tilla klab. Pak vështirë është me këto, po që edhe ne mundohemi që gjatë gjithë kësaj kohe para me ngretë situatën kudo që është, domethënë, si nga ana muzikës, po që Për qenë është pak problem, me thënë drejtën, për pjesën e orarit 12 për ambientet e hapura, sidomos në vendet që janë turistike, që është jugu, është problem se jo të gjithë kanë ardhur, si shikojmë në rrjetet sociale që ankohen për pjesën e jo po flejmë gjumë, jo kalamojt. Jo, për ata që jetojnë ato zona mund të jetë shqetësuese, po turisti ka ardhur të festoj. Po, është pak problem, por shqyqyr zotit janë kriju, po, deri në orën 12 që mbyllet është problem, por që janë kriju mundësit për ambientet të mbyllura dhe është goxha mirë. Ka evolu goxha në krahasim me vitet më para. Çfarë ka ndryshuar me punën tuaj me shtimin e turistëve në vendin tonë? Kanë ardhur më shumë afër shijes tuaj muzikore apo jeni përshtatur ju me ta? Jemi munduar edhe të përshtatemi edhe kanë ardhur tek shija jo muzikore, por që më shumë është me pjesën tonë, me shqiptarët, si të them. Që me evolimin e muzikës edhe jemi munduar që të shtym që të gjejmë një muzikë tjetër, me atë çfarë gjejmë për ditëshmëri. E kanë pëlqyer? Ka qenë pak e vështirë, po aktualisht po e pëlqejnë goxha. Çfarë pëlqejnë më shumë turistët nga ajo çka ti bën? Pra ti e shikon se ti e dallon qartë turmën kur është e lumtur me muzikën që po bën. Ato janë më shumë te pjesa elektronikës, pjesa house-it, Nordic House, janë techno, janë tek to rima. Duke sikur techno. Po, për momentin është muzikë më universale. Techno. Po, është dhe në trend. Techno, po muzika elektronike në tërësi. I bën gjithë bashkë. Se njerëzit e ngatrojnë pak këtë faktorin techno, house. Po, janë dy zhanra të ndryshëm, po që janë shumë të ngjashëm me njëra tjetrën. Mirë, po, Cedek nuk është hera parë që kemi DJ në studio dhe gjithmonë pyesim për shijet e shqiptarëve që ose janë kultivuar me kalimin e kohës. Ka ndryshuar sa do pak shijet tonë? Të thash pak më pa që jemi munduar të ndryshojmë pak. Dhe ja keni arritur se kjo është bërë si Mendojmë që po. Mendojmë që po. Ma thënë, pëlqen atë që i serviri. Qofse ti i servir një muzikë mirë, dhe e pëlqen paka shumë. Ose qofse i servir trendin e momentit gjithë botës, do e pëlqen, pa tjetër. Do më thënë, këto 2-3 vitet e fundit ka qenë pak më mirë, se herët e tjera, më para ka qenë pak talava. Po të mua sikoja s'ma më banda. Unë jam ke ajo që muzika nuk është e keqe, është audienca e muzikës të caktuar që është e keqe. Po jo muzika në
muzika si tel nuk është e pafajshme në muzikë. Po që... E keni luajtur të tjerë? Para shumë vitesh po. Si zhanër, fles? Para shumë vitesh po. Si të gjithë, domethënë kur kemi fillimet e tona, patjetër, domethënë është mëkat gënjesh për këtë gjë. Po që çdo artist domethënë gjen veten me kalimin e kohës, me kalimin e eksperiencave, gjen veten aty ku do të jetë edhe vazhdon në rrugën ku do të jetë. Pa në tregoni pak për situatat më të pazakonta që kanë ndodhur, se unë nuk besoj që të gjithë janë bërë të urdhë dhe jo problematik në jetën e natës. Kam idenë që merrni ende kërkesa të çuditshme, jo vetëm për muzikën tallavat. Vazhdon kjo tallavat. Por besoj edhe ndonjë përshëndetje për dikë që ka ditëlindjen, për ndonjë urim, për ndodhin këto gjëra ende? Po, këto gjëra ndodhin. Ndoshta se frekuentoj më shumë jetën e natës më. Këto gjëra ndodhin, ka lloj-lloj kërkesash, me thënë drejtën nuk është se është muzikë tallavat, siç po cila është kërkesa që ty të bezdis më tepër, më thuaj vërtetën. Çdo klub ka, për shembull, çunat janë pak a shumë të profilizuar në pjesën që sot është dhe trend tek pjesa Afro House. Unë kam punuar në klubet përgjithshme dhe nuk mendoj se është tallava, është thjesht janë në fund siç ndahet warm-upi. është klabimi, është i ftuarit, gjithmonë në klabet ku kam punuar ka pasur artistat ftuar, e pas është pjesa e afterit. Nuk është se ka qenë tallava, thjesht janë muzikë me motive popullore, të cilat janë të miksuar ose remix në një farë mënyrë. Se s'po themi tallavat, po, me organ. Emir Field. Po, në Shqipëri zakonisht kur flet tallavat. Kërkesa që ju ka shqetësuar, pra ju bezdis kur dikush ku kërkojnë një këngë për shumë caktuar. Ajo është që të bezdisë më pjesa që kërkojnë këngë, se ti je, do më thënë drejt një... krijuar një material që ka të çfarë do t'jesh atë të mbrojnë. Vinë me lek në dorë? Ndodhë, nuk është se Vinë, Vlaj, merë këtë 50 që në të mbuash Bujar Qamilin. Për shumë... Bujarin pasio, po kë ju kanë kërkuar zakonisht? Nga këngëtarët që kërkojnë zakonisht shqiptarët, s'ka rëndësi Juga Boveri, kërkojnë Fatmira Berçani. Okej, dhe ju direkt jeni gati për të plotësuar dëshirën. Shiko, me të drejtër, unë do i merja 50 dhe do e luaja Fatmirën, ndoshta me që se kam qenë, se di për ju. Unë si DJ, për shumë kam një drejtim specifik për muzikën. Edhe në qoftë se dikush vjen kërkon Fatmir Berçanin, do më thonë, s'ka sens fare, ajo është jashtë temës tënë. është jashtë temës time. Sigurisht. Edhe me shumë lek të vi, nuk është puna, thjesht do prish imazhin tim edhe do... Jo që kam në gjë me muzikën popullore shqiptare, përkundrazi, mundohem që edhe ta ingranoj tek materialet e tua. Tek rryma që unë ndjek. E kam ingranuar shpesh, e kam provuar. Po që me ndryshu komplet vibe-in muzikës time, më bëhet neve artistave dëm, jo muzika. Jo muzika e vetë, më thënë është... Pra ti a ishi i kthen pas këta qytetarë që të afronë me këto kërkesa? Jo që i kthej pas, po që ja shpjegoj. Në qoftë se ka mundësi. Të komunikosh. Në qoftë se ka mundësi, ja shpjegoj. Okej, ne në natët që kemi folur për jetën e natës, gjithashtu kemi folur edhe për dashurinë, edhe për flirtin. Është jeta e natës ende një vatër e mirë për të krijuar njohje, çfarë ndodh në vitet e fundit? Folë se... Po nisën ide pak edhe nga statuset tuaja, nëse për gjithë ata që janë i marrëdhënie apo Si s'kene më nazi, jepi drejtë. Jo, ata për unas do të flasin më tepër. Po, ne kemi mbyllur është pjesa, derisa vinë në klub, edhe zakonisht do pinë, do bëjnë pak a shumë dalin pak nga vetja, po ka ngacmime të ndryshme për të pasur, si nga larg, si me sy, si me telefona, si që keni parë. Pra, ty ta ka dhënë numrin ndonjëherë një vajzë? Vallaj, nuk i kërkojnë. Vinë me telefon vetë. Vinë me telefon vetë, nuk i kërkojnë. Jo, i ta kërkosh ti numrin, të ta afrohet ajo me numrin, po them. Afrohen, po pjesa e kontaktit, mendoj që për të mbajtur dhe një lloj serioziteti, se është një natë, nuk e dim, janë të pire, nuk është se i marrim shumë parasysh, jemi mësuar me këtë pjesë. Nuk i marrim shumë parasysh. Pra, nuk e shënon numrin e telefonit? Jo, nuk e shënon numrin e telefonit. Për te i pjesë pasaj që mund t'jemi dhe ndonjë lidhje ose ndonjë gjë. Për te që mund t'jesh i martuar. Tu duhet të shikosh numrin, jo ta shënosh, por nuk do ta shohësh numrin. Çuna, ka përshtypjen që jam i sigurt në jetën tuaj personale, ta shkpusim pak nga profesionale, keni udhëtuar, keni qenë në klube, në vende të ndryshme ku bëhen festa. Nëse do veçonit një vend, ka eksperjenca juaj nga ato vende që keni vizituar, që keni thënë, këtu bëhet jetë natë, do e lija Shqipërinë për këtë vendin, se këtu tamam mund të shpalos gjithë talentin tim në
krimi atmosferë, bëri DJ-n. Cili shtet mund t'ishte? Unë mund të them Barcelona. Barcelona. Qa kam pa deri tani. Ndërse si kam pa gjitha akoma, mi aftushëm, se janë dhe shumë vene... Barcelona sepse luhet muzike mirë, apo se njerëzit din të shijojnë? Din të shijojnë. Të dyja bashkë. Edhe luhet muzike mirë. Edhe Ibiza gjithashtu, është një vend normalisht. Po, rrim në Spanjë. Rrim në Spanjë, po. Pra Spanja është vendi i duhur për jetën. Numër 1. Po i ka vendet e caktuara që bëhet muzika, kështu që. Po ne i përmbushim kërkesat e europianëve nëse referohemi këtu themi prapë të turizmi kur vinë në Shqipëri për të kuptuar nëse ne jemi një vend i mirë apo jo për të shijuar jetën e natës. Ka DJ dhe biznese shumë të mirë. Po, DJ dhe biznese shumë mirë. Me vërtet ka qenë shumë i mirë. Ka avancuar, po, kanë avancuar goxha dhe klubet e investime. Janë bërë shumë festivale të mirë fillta dhe shumë lartë, domethënë këtë vit. Edhe duar që do bëhen. Duhet patjetër të kesh para për të ndjekur jetën e natës? Mendoj Ta ndjekur për qef apo si profesion? Jo, për ne flasim gjithmonë për publikun për qef. Për ta frekuentuar, se ju që bëni me Nuk kedim. shumë para, mjafton ta duash atë muzikën që po shkon vendin që po shkon. Nuk është e nevojshme të kesh se s'bën shumë para që të shkosh. Po ju bëni shumë para me punën që keni? Besoj që po. Të qeshur, zbulqeshur në të katërt. Deri tani të kënaqur jemi me thënë drejtën. Po dhe po të ishte pak më Po që aq më shumë, aq më mirë. Kështu, me të gjura e kemi, por kështu po. Në qoftë se bëjmë një krahasim midis Kosovës dhe Shqipërisë, marr shkas nga një organizator eventesh, festivalësh në Kosovë, në një deklaratë që ishte bërë para ca javësh, tha që Shqipëria është ai vendi ku ti mund të shkosh tash një pjatë pasta, ndërsa Kosova është vendi ku mund të festosh, sepse ka struktura më të mirëfillta. Ju çmendim keni? Unë për struktura nuk mendoj që ka më të mirë fillta se ne, për pjesën festive mendoj që okej, mund të jem pak më festiv si ne si popull. Pra, kur thua më festiv kërcejnë, Po, pikërisht për këtë e kam, përfshirë më tepër, me ambientin, me DJ-n e ftuar, ose organizimi që është. Ndërsa çunat shqiptar janë Është pak më e vështirë. Mbeten çuna që nuk kërcejnë. Nuk kërcejnë. Vazhdon ai trendi domethënë. Duhet shumë alkool që të Bëhet shumë trallë, shumë Që trallë. kërcejnë Fillu janë liruit. Besoj vetëm te kjo mund të jetë ajo diferenca. Lirohen nga fundi, po kur vin fillim. pasi kanë pirë. Si kanë Çfarë shkakton se mendoj për natë në klub, për natë pranë tyre, pranë njerëzve. Qëllimi për çfarë kanë ardhur në klub. E kam shumë të rëndësishme këto. Dhe për Është çfarë vinë në klub? është qëllimi për çka kanë, jo të gjithë vinë për një qëllim. Ka çuna që janë dhe single për të gjetur diçka, ka që vinë për të kënaqur, ka që vinë me shoqërinë për të Mund pirë. të për qef, Po, dhe për të vjen sy dhe për të gjetë. Po, për gjitha. partner, Po që pjesa që rrinë më shumë, ndoshta kanë atë, si ta them, atë sikletin mes njerëzve, se Po më shohin. në rrjetet sociale kanë ndikuar shumë. Sidomos këto filmimet në kur je pa mendje ose kështu, edhe gjithë i ruajnë kësaj gjëje. Edhe kjo gjë i ka ngurtësuar pak njerëzit. Okej, e fundit pyetje nga ana ime. Do ta trashëgoni këtë profesion, i cili me sa duket është fitimprurës, ju e dashuroni? Po e Nga ju kryen është unaz ma anglisht. për të bëhet Kur s'ka unaz anglisht. baba ose është bërë baba? Unë jam bërë baba tani afër. Shumërime? Para faleminderit, para 2 muajsh. Dhe mendimi, nëse e ka pasion, vajza, patjetër që po. Shumë e Se ka bukur pasion patjetër që biles do e shtyja dhe do e drejtoja dhe një drejtim sa më të mirë, domethënë. Po çat ketë qef. Për të lexuar me kohën se çfarë do ke dëshirë. Do e trashëgosh apo jo? Unë mund ta kisha trashëguar, po duke marrë parasysh dhe vështirësitë që ka si punë, nuk është vetëm gjumi, janë distancat e largëta, udhëtimet, pagjumësia është shumë e tepërt. Edhe më shumë do ta qefin e kam që t'ja trashëgoj patjetër. Jo për pasion. Se jo. Art më vetë është. Nëse kjo është pyetja ime e fundit, do veçonit për ju që luani afro si muzika ndoshta më trend e momentit. Nëse do veçonit një artiste shqiptare që po eksperimenton pak edhe me këtë zhanër, cila do ishte? Po kemi Tajnën që e ka eksperimentuar gjatë, po ka bërë një punë të mirë se me CI, Marshmello, bashkëpunime. E mirë është, si produkt është i mirë. Po këngët që erdhën pas CI që ishin strukturisht të ngjashme. Edhe ato kanë influenca house-i. Por që nuk është mirë. Është shumë i mirë, po gjithsesi si e para që surprizon, nuk është, domethënë, tjera që vinë më pas, dhe të tillë njerëzit, po. Ka pas vështirë nga audienca që ka, që ta vazhdoj po ashtu, po që duhet tentoj akoma. Tajnën veçoni. Një tjetër emër s'ka. Për momentin Tajnën. Nëse flasim për Afro House. Për Afro House, po. Edhe House në tërësi, domethënë. House nuk para ka, po që Afro House
mundohen dhe artistat tjerë, kam dëgjuar, po që e kam pak vështirë nga audienca që kam. Kjo i kushton. Tema, faleminderit shumë. Dhe zakonisht ne themi, faleminderit që jemi një takim të radhës, po me ju duhet t'ju themi ndjesë se u zënon kaq herët. Urojmë shumë punë të mbarë, sezon të mbarë, dhe urojmë shumë të krijoni mbrëmje të bukura, ndërkohë ne vijojmë i shkëputje publicitare, kthehemi vetëm pas pak dhe flasim për aktualitet së bashku.